Përshëndetje të dashur shikues. Sot në podcastin Shëndetin Rend Parë kemi një bisedë pak më ndryshe, e cila besoj se do të na bëjë të mendojmë më shumë rreth asaj se me çka ushqemi çdo ditë. E ftuar në studio është nutricistja, dietologja Albulena Ilazi. Me zonën Ilazi do të flasim për rëndësinë e të ushqyerit shëndetshëm, për humbjen e shëndetshme të peshës, rolin e vitaminave dhe mineraleve në organizëm. E para se ta nisim bisedën në studio, ne falenderojmë kompaninë Mucha Solar që mbështet realizimin e këtij podcasti. Albulena, faleminderit që je sot me ne për me folë për një temë kaq me rëndësi që besoj krejt më interesant. Faleminderit shumë për ftesën, sidomos në kohën e dur, periudhën e pranverës që tash veç kemi fillimisht me ato rrobat e trasha, ato palltet, ato mantillat, edhe veç peshojmë realisht trupin ton, edhe kuptohet këtë periudhë imuniteti bjan më shumë, ndryshimi i kohës, se krejt të faktorë ndikojnë që më na jep një push ashtu me mendu për vetin, për shëndetin dhe normal edhe për trupin. Albulena, për nisi me diçka pak më personale. E mendova gjatë ditës, krejt personat që merren me shkencën e ushqimit, me çështjet e ushqimit, janë pesh shumë okay. I rini vetit gati shumë, keni kujdes në ushqim, apo është profesioni pak që ja imponon ose genetika është? Pa e pas genetike, pa e do shumë natyren, fillimisht nuk mundesh me bo punën e nutricionistit. Muj me thonë që është njartë në vete, është njëjtë sikur një zanat ose njartë, që te për shembull e shijon, e don dhe bëhen momentin e dur, edhe në kohën e dur, njëjtë është edhe fusha e nutricionit, edhe në përgjithësi mendoj që lidhja me natyrën është kështu. Po thjesht mendoj që kemi zbulu sekretin, edhe në momentin që ti bindesh që ajo është më e mira për ty, edhe momentin që ti je gati me reflektu edhe me ndo me tjirt ato, nën kupton që ti ke përjetu të vetja edhe me ndon që është më e mira. Është edhe genetike, po kryesisht edhe gjatë rrugës, ty po normal çdo herë edhe efektet anësore edhe ndikimin edhe të ushqimit, tu po rëndësinë e natyrës, mandej hin çaq thellë që për ty bota tjetër duket që nuk ekziston. Për shembull, një pije ose një diçka mundesh me provu, po s'është që të rrek me bo prap. Krijon shprehi është në pyetjet e bindjet, kryesisht mendoj. Për shembull, si gjatë Ramazanit, na bindemi që gjatë ditës nuk kemi me konsumu ushqim, edhe realisht nuk është që të shkon as mendja me hungër. Krejtësisht është e bindjet. Albulena, po dua ta di sot në kohën e cilët po jetojmë, dinamika, punat, gjitha këto, a është problem të ushqimit shëndetshëm apo jemi bë si qytetar pak më dembela këtë fushë? Mendoj që vetëdijsimi është në rritje, edhe orientimi te natyra, edhe kthimi te ajo se mu periudhën e pandemisë, po do të kthej edhe një herë atje që rëndësinë e shëndetit edhe ushqimit, jemi në dembel për shkak që zgjedhim të gatshme, të shpejtën, edhe pse jemi të vetëdijshëm, edhe ndërdi e dim sakt se cili bash ata që abuzojnë më shumë ti me ushqim, janë shumë vetëdijshme që e kanë gabim edhe e shohin përgjigjen e organizmit, se normal pas çdo vakti, pas çdo ushqimit që e han, që nuk është i dur për organizmin, ti gjatë konsumimit të ofron kënaqësi, kënaqesh, një tepër mirë, po pas çdo vakti ti ke muni keq. Do të thonë kime pas një fryrje, kime pas një lodhje, kime pas plagështi, ka me të rënë mend që edhe qëtëherë mos ka me hongër se te prova, ose kime fajsu veten që për shkak të kohës, ose për shkak të punës, ose që s'po moj, kime gjetë një arsye. Ose kime thonë, tanën kom janis, ose në pranverë kom janis, ose në vjesht kom janis. Do të thonë çdo herë në kokën tonë i kena këto pyetje. Edhe i kena këto përgjigje vetit, ja bujmë edhe pyetjen edhe përgjigjen. Po thjesht kemi përzgjedh me zgjedh gatshmën, të shpejtën. Mendoj që na si popull genetikisht nuk na ka ofru kjo mundësi, edhe mendoj mas luftës që u bo një ndryshim shumë i madh në aspektin për shembull e ofrimit sasisë llojeve të ndryshme, se realisht sot që s'kemi pas markete, sot që s'kemi pas prodhime të ndryshme, po këtë periudhë u bo shumë nashta edhe pak marketingu, edhe sot të ofruan sane gatshme në çdo sekond, të ofruan edhe online, të ofruan para fytyrës në një farë forme, se cilin herë për shkon tu lehtësu ajo. Po unë shpesh e them, edhe çdo herë insistoj që
mundesh edhe shpejt, shishëm edhe shëndetshëm ushqy. Ma mirë është me marrë ma pak vlira ushqyse, edhe mi kompenzu ato në forma tjera, qoftë përmes suplementimit ose për shembull forma tjera, ma mirë është me bu fasting krejt ma agjeru, se sa me marrë toksina edhe me marrë produkte dhe ushqime që bojnë dëm për organizmin. Si mundem me bin vetën këto që po thu, kryesisht e përmende ne shpesher mundu me themi ose prej javës tjetër ose prej ditës tjetër, mirë po megjithatë vazhdon prap ky avazi i vjetër i ushqimit. Si ta bindim vetën për një regjim ushqimor? Regjim ushqimor bindshëm edhe që i mbahen strikt janë ata kryesisht fatkeqësisht që kanë probleme shëndetësore. Po që kanë probleme shëndetësore? Ata rrinë strikt edhe pastaj binden edhe muj me të thënë që më shumë reflektojnë këta persona edhe të tjerë, edhe në shoqëri, se sa që i shkon mendja dikujt vetë për shkaj, po kur e shen një tjetër që ai edhe problem shëndetësor ka, edhe është përmisu shumë edhe raport me shëndetin, edhe raport me peshen, thotë pse s'muj me bone, ose reflekton pe i shokut ose shoqës ose familjarit. Nuk është që s'ka për shembull të interesume që vinë me bo dieta vetëm për me mbajt trupin, po zakonisht janë të prime me qenë mi lyp dieta strikte, mi lyp dieta strikte, mi lyp dieta të shpejta, edhe dojnë për shembull shpejt me arrit qëllimin edhe mos me vazhdu ato. Thjesht unë mendoj që krijimi i disiplinës, një regjimi ushqimor të përshtatur normal me kohën tonë, me punën tonë edhe me çdo send që ty normal ten pat pengu njeta, po kupton. Po ma mirë me pak vlera ushqyse se sa sasi ose toksina. Edhe jo cilësi toksina me marr. Albolina, për të gjithë ne cilët mujmë me kon pak më jot njoftu me këtë fush, a na tregon dallimin mes regjimit ushqimor, dietës ose thjesht të ushqyerit shëndetshëm? Tash dietën e kemi marrë si nashta e shohim si lloj tablete ose kapsule që sikur kur e ke një smundje, këtu ka shfaq një dhimbje dhe do me kalu. E ki peshen, ke investu një kohë shumë gjatë për marrë deri aty dhe normal që njëjtë vynë e njëjta kohë muj me thënë derisa të largohesh atë peshë. E kupton. Edhe nuk bën me pa kështu dieta të shpejta, edhe çdo gjë që ndikon në organizëm shpejt për dobësim ose për çfarë do ndryshimi të funksionit të organit, është i dëmshëm edhe qysh vjen shpejt, ka më kthy shpejt ose ka me bojnë një pasojë shëndetësore shpejt. Regjim ushqimor, muj me konsideru regjimet ushqimore për personat që i kanë të kufizuar me ushqimet, për shembull personat me alergji të ndryshme, personat me intoleranca të ndryshme ose edhe personat me probleme shëndetësore, për shembull personat me tiroide që i kanë disa ushqime që nuk lejohen më konsumu, ose ka probleme të ndryshme, për shembull diabeti, hipertensioni që i kanë disa ushqime që i duhet mi ul sasit ose edhe mos mi konsumu, këta më i me konsideru si regjim ushqimor. Ndërsa një rutinë ushqimore, shprehit mira në ushqim, kjo nuk don filozofi. Kjo don me pa pjatën si një dietolog, edhe me bu vakte të rregullta të ushqimit. Kaq, ku gjë tjetër. Vakte të rregullta bazë ty që përshtatet koha, bazë rutinës tone, edhe normal ushqime kryesisht sa më shumë që janë të natyrës, sezonale, tradicionale edhe vendore. Kur tham tradicionale, nuk është të thana patjetër me kam flija, pitja, baklava, suxhuki, ato tradicionale që janë karbohidrate thjeshta dhe yndyrna jo të mira, po kuptimin e plot fjalës tradicionale dhe yndyra të shëndetshme, për shembull më mirë një sasi e mazës e përgatitme, për shembull mazë shtëpisë, sa me marr ajk që blejmë market, që normal ka aditive dhe ka ato yndyra që të shtesa tjera që nuk janë të mirëseardhën për organizmin. Më thënë, një shprehi ushqimore, një ushqimi i rregullt, domethënë është secili mundet me bu. Qof për shembull edhe në punë me marrë ushqimin me vetë. Sa herë ti preferohet Alblena, me qese pe përmend? Realisht derivon edhe ka plot që e përkrajnë ato 5-6 vakte, po për triturit o fjala, kryesisht më shumë po japet shumë rëndësi shkencëtarisht sa më pak vakte, domethënë 3 vakte, maksimumi
2 vakte kryesore edhe 2 mesvakte. Tash kjo është krejt individuale, kuptohet në bazë të funksionit metabolizmit, në bazë gjendjes shëndetësore, në bazë karakteristika një personi që i ka. Po, që i ka. Po, realisht kur nalesh e mendojnë është shumë logjike dhe sa më pak vakte është ma e shëndetshme për trupin, sepse dush mi alon hapësirën që trupi atë ushqim që e ka marrë me kry punën e vet. Kur në këtë rast pse po them këto? Nëse nale me mendojmë për shembull gjenetikisht se na nuk bëmë dal shumë prej asojna që gjenetikisht jemi na përshtatet. Momentin që dalim atë dim me pas probleme shëndetësore. Për shembull kur e mendon të parë tonë, për shembull kanë marrë ujin, te kroni, derisa kanë ndezë zjamin, derisa kanë gjetë, më thënë kanë peshku ose ushqimin, derisa u marrë perim, derisa ju kanë dashur nashta 2-3 orë për me përgatit një vakt ushqimor. Sot ti je në gjendje, çdo 15 minuta me bëj një vakt ushqimor, i ki për shembull që nuk është natyrshëm. Po, që s'është natyrshëm, normal që s'po them mos me shfrytzu këto teknologjinë edhe po logjikisht kur e temenon ti sot e ki ma të lehtë për shkak ma shpesh me mujt me hëngër. Po realisht kur e mendojnë nuk është që përshtatet me neve, është një lloj ndryshimi që e kemi bërë, që kish qenë mirë edhe mja lehtësu vetit. Për shembull në raport me ushqimin, raportit, ma mirë ma pak vakte, ma mirë ma pak sasi dhe ma mirë ma pak vlera, se sa me marrë toksina, me marrë ndyna thjeshta dhe me marrë karbohidrate thjeshta që bojnë dëm në organizëm edhe që janë të bu se cilën ditë më shumë. Na i shohim smundjet metabolike, smundjet autoimune që janë mas madhe të shprehura dhe këto janë normal si pasojë ushqimit jo të rregullt, si pasojë ushqimit jo cilësor, edhe kuptohet stresi edhe krejt tjera. Po edhe stresi edhe gjendja stresuese, edhe problemet psikologjike vinë si pasojë e stilit jetesës, si pasojë e kequshmërisë, edhe si pasojë mos aktivitetit fizik edhe aktiviteteve relaksuese. Albolena, tanë këto vite që merresh me këtë fushë, a ka ndonjë ushqim specifik ose disa lloje të ushqimit cilat ti kishe largu komplet nga qenit në treg? Po, karbohidratet e thjeshta që përfshin miell i bardhë dhe sheqeri. Çdo gjë që përfshihet me to. Këtu përfshihen fatkeqësisht aty reklam për marketet, po kështu përfshihet çdo gjë që është e paketuar. Çdo gjë që është e paketuar. Çdo gjë që është e paketuar që ka sheqer të shtume edhe sheqer thjesht, karbohidrate thjeshta edhe që ka miell të bardhë. Për shembull, buka, miellit e na, duhet çaçi i bardhë, lypin bardhë, dojmë bukën shumë të bardhë. Për më bë buka çaçi e bardhë, largohen çaq shumë vlera të ushqyse, sa që kalon deri në thelb të grunit, edhe komplet ato fibrat, ato beja, vitaminat, ato komplet eliminohen, ose shkojnë te buka, realisht shkojnë te ushqimi i kafshëve. Se edhe për me qenë miell integral, duhet me kanë gruni plot, me kanë kokër e plot. Më thanë ushqimet që unë i kisha largu, janë çdo gjë që ka më thonë, miell të bardhë që përgatitet me miellin e bardhë, karbohidrate e thjeshta edhe sheqer, normal, pijet e gazume këtu janë shumë dëmshme, se cilin herë më shumë po bojnë dëm, fatkeqësisht të fëmijët përdoren mas të madhe. Po kjo është një kulturë që sidomos te fëmijët është e dhëmshme, se u bë trend. U bë trend edhe bullizohen edhe më thonë gjykohen se edhe nëse veç marrin me vete ose më thonë hajmë mënyrë të shëndetshme ose nëse se pen një pijet gazume ose nëse se pen një pije energjike, bullizohet. E vërtet, dhe më thonë është goxha sfidë në këtë drejtë milionajt fëmijëve gati, se kur mundohemi që t'i largojmë nga këto, pastaj nihen edhe si inferior në këtë farë. Për 8 vite me radhë vullnetarisht kom bua dhe vazhdoj me bu prap aktivitete në shkolla, mundora me ndiku thellësisht kështu mbrana institucionit komplet, vetëm që më mundu pak me bu një lloj kulturë ose sado pak me ndiku që vendisim te ata, te fëmijët konkretisht. Normal që kjo tani me një është tim shumë e thellë, se është me baza përgjithësi në krejt kultura, nuk është veç te nuk jam faj të fëmijët. Albolena, po më intereson një çështje që po besoj edhe shumë për qytetarëve do donin ta dinin. Për ata që duan të humbin peshë, mjafton të largohen disa ushqime nga menyja ditore, apo duhet të ulen kalorit, apo si funksionon? Realisht, une nuk e preferoj atë piramide në ushqimit, që është e bazuar me dieta mediterane ose mesdhetare, që i përshtatet gjeneve tona, nuk e preferoj me ek asnjë element.
Asnjë element. Përveç nëse veç është e nevojshme për shkak në alergjie. Një pijat, një vakt ushqimor, një plan ushqimor duhet me qenë i balancuar me makro dhe mikronutrient. Makronutrient përfshin karbohidrat, yndyrë, edhe proteinat. Në radhë parë janë proteinat, yndyrnat e shëndetshme, pastaj karbohidratet. Karbohidratet jo thjeshta. Karbohidrate komplekse që i gjejmë të frutat, perimet, edhe të drithërat kokërplot. Pastaj vitaminat e mineralet që kryesisht edhe ato i gjejmë të frutat, perimet, edhe të plot ushqime tjera, antioksidante që janë. Nuk preferoj mu hek. Çka duhet me hek janë karbohidratet e thjeshta edhe yndyrnat jo të mira. Këto janë esenciale. Në momentin që i hekim këto, i hekim komplet ato ushqimet e paketume, edhe jeta bëhet shumë më e thjeshtë. Edhe shumë e thjesht bëhet e përgatitja ushqimit, bëhet më pak e komplikume, sepse i ki krejt ato që i ki sezonale, natyrale, pjata bëhet më shumë ngjyra, edhe normal që fillon me reflektu edhe në organizëm. Është e thjesht, nëse do me mirë mbajt, nëse ke arrit deri te mbi pesha, për shkak një faktori, ndryshme, ka faktorë ndryshme, ka për shkak stresit, ka për shkak një problemi shëndetësor që edhe nuk e din, ka për shkak një intolerancë ose të ndryshme, ose për shkak të keq ushqyeshmërisë, realisht këtë rast unë fillimisht e gjej shkaktarin, se pse ka ardhur deri këtu. Edhe në momentin që e gjejmë shkaktarin, na normal që fillojmë me veprun të kundërtën që duhet me përmisua dëm që nëse veç u bo në organizëm, edhe gradualisht me kriju shprehit mira që i përshtaten trupit ose atij personi në baza krejt kuptohet individuale. Nëse don me mbajt një peshë, është mirë me fillu për shkak me shfrytzu së sillën sezon. Koha ideale është kjo periudhë. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë kujdesin për shëndet, edhe vetëdijsimin kryesisht i jap shumë poshtë kësaj periudhe, kryesisht qershori është muaji i shëndetit, përgjithësi mirëmbajtjes së shëndetit, po fillon prej kësaj periudhe për shkak që edhe jemi pak më të vetëdijshëm, jemi pak më të lodhur, na kur e kemi një problem shëndetësor ose kur na vjen një mundim ose kështu, atëherë kujtohem se duhet më mirëmbajtur, është kohë ideale, jo vetëm për peshën, për shembull, se ajo veç u bë dhe normal që duhet me investu që shke investu me bo, duhet me investu për me hek, po me fillu me reflektu gradualisht, me hapat vegjël, qoftë për shembull pak të në orari me ndru. Është mirë për shembull 3 vakte, po 3 vakte, mos me, se neve kryesisht na bën ajo hapja frigoriferit. Edhe aty në dollapeve që i mushim krejt kohën me ushqime, për shembull këto chipsa, ushqimet procesume, me sheqer anashtume, frigoriferat me pije të gazume ose me pije tjera, po mendoj që përmbajnë sasi të lartë sheqerit, e këto e bojnë se për arsye se krejt kohën kemi në momentin që han krejt kohën nuk e lën trupin me bu formën e punën e vet, funksionin e vet. Këtë rast insulina është aktive në momentin që kemi insulin, hormoni i uris që është grelina është aktive. Në momentin që kemi këtë hormon aktiv në organizëm, normal që kemi krejt kohën organizmi lyp ushqim. E në këtë rast ky më shumë të aktivizohet të rregullohet gjatë përdorimit të karbohidrateve të thjeshta. Ndërsa në anën tjetër gjatë përdorimit të yndyrnave jo të mira, atëherë pengohet funksioni dhe detoksifikimi i melçisë, edhe të njëjtën kohë prapë në këtë rast çrregullohet ky lloj, domethënë balanci në organizëm që atëherë trupi fillon instinktivisht jo me djeg, po me prodhu më shumë yndyrë. Edhe kjo është arsyeja pse vin deri te disa raste, po mendoj që vin deri te mbi pesha, dhe kjo është arsyeja pse nuk na heket ajo peshë. Unë shpesh e them që s'ka filozofi, vetëm me pa pjatën si një dietolog, me balancu sasin, me balancu vlerat, edhe me e rregullu oraret, me bo disiplinë, më vëdisu që ushqimin e ki obligim, trupin tënë, mirëqenien tonë shëndetësore e ki vetëm ti përgjësi, momentin që je i rritur, nuk e ka përgjësi tjetri, nuk e ka përgjësi për shembull opinioni i tjerëve, apo dukesh bukur, as po dukesh bukur. Më thanë, qysh po ndiheshte, edhe qysh po dukesh, edhe realisht jo krejt personat janë të përshtatun, jo krejt trupat janë të përshtatun me qenë me BMI index në rregull, se ka do që nuk e përballojnë, edhe me qenë me imunitet nuk e përballon, edhe me qenë për shembull nën peshë ose në pesha normale. Është më okay nëse është një jetë më mirë, nëse është për shembull pak më
shumë se sa që duhet. Do të thonë janë ato faza që duhet me reflektu patjetër, se nuk është që ka filozofi. E në këtë rrjedhë, Albolena, ana tregon përgjithsisht çka duhet të përmbajë një shujtë e mëngjesit edhe një shujtë e drekës, edhe pas cilës kohë nuk duhet të konsumojmë ushqim, zakonisht thojmë pas orës 6-7 pas dite. Funksionon kjo 3 orë para gjumit. 3 orë para gjumit. Po, 3 orë para gjumit, për shembull, preferohet 3 vakte ushqimore, që ideale për tritun e për ata që dojnë me humb peshë ose me bota më një gjem, kish me qenë një mëngjes i vëndshme, amo mëngjes i vëndshme nështë 12 ora, kështu diçka 11-12 më varet, me bokit pjesën e fasting 16-8, edhe normal, më varet prej ciklit se asaj orës biologjike se ti kur qohesh, kur bjen edhe çysh do që të përshtatet ty, një 8 orësh me hongër ushqim, gjatë ti 8 orësh me fillu me protein, i ndyrë të shëndetshme, fakti i parë, që i bjen vakti mëngjesit ose dreka e hershme, edhe normal çdo herë karbohidrat, në këtë rast duhet shumë frutat, perimet, janë shumë të rëndësishme perimet që e gjelbërta për shkak që përmbajnë triptofan, përmbajnë edhe klorofil. Klorofili është, do të thonë, antioksidant shumë i fuqishëm, për shembull banana, një banane, një tas me kefer ose me qumsht ose me kos, me fara chia, me përmbajt banane, me përmbajt në jarrore për yndyrna të shëndetshme, farat e kungullit për shembull kanë sasit magnezit që nive na vynë edhe e dim e kena mësuar rëndësinë e magnezit për organizëm, kish qenë ideal, për shembull, kështu, në 2-3 forma vezë janë shumë të rëndësishme, sidomos edhe tek fëmijët, për shkak që përmbajnë proteinat mira dhe të shëndetshme që i vynë trupit. Një vakt tjetër, për shembull, jo shumë vëndshme, ndoshta kur kthehemi pi punës 5, kjo periudha 6 edhe me përfundu maksimumin ora 8. Edhe në darka mos më qenë shumë e rëndume me sasi, edhe mos më qenë shumë me shumë karbohidrate, mos me pas shumë yndyrna ashtu të shtume, edhe kryesisht me këqyr me largu pak këtë shprehin e përdorimit çajit edhe të kafeve edhe deri në orët e vona që veç e kemi. Për arsye se ky rita, për arsye se në momentin që për shembull na mëngjes nuk marrim me njëherë si quhen pim kafe edhe nuk marrim ushqime që përmbajmë tazojmë triptofan. Atëherë kjo është si zinxhir. Në momentin që kemi triptofan mjaftueshëm në zorë, në florën tonë, prodhohet serotonina gjatë ditës. Pastaj njëtën ku prodhohet edhe melatonina gjatë natës. Cilat ushqime kanë këte? Ka bananja, ka kefiri, kanë kryesisht frutat, perimet, për shembull, kanë sasi, edhe rregullojnë këto. Në momentin që na nuk e kemi në rregull këtë cikël, atëherë kjo është arsyeja që edhe kemi problem me gjumin gjatë natës, edhe seriozisht është në masë të madhe shprehen problemet me gjumë. Pa marrë parasysh që ka persona që edhe mu më ndodhë shumë shpesh që mes për gjumë për shkak që duna me punu, po kur du me flaj. Ose e kompenzoj, 6 minimumi 6 orë, pa tjetër i bëj edhe pse normal që në herë t'imponohet për shkak kohës, ose për shkak të punës, dikush punon edhe kujdestari, po thjesht është çrregullu me keq ushqyeshmëri. Do të thonë se në këtë formë është çrregullu komplet edhe cikli i gjumit. Më thënë kishte qenë ideal gjatë periudhës që nuk hajnë ushqim, do të thonë kjo 16 orë se mund me marr dikush 16 orë pa hungur shumë, muj me konsumu për shembull ushqime, po ushqime që përmbajnë indeks glikemik të ulët. Do të thonë sa më pak karbohidrate. Për arsye se nuk e aktivizojnë prodhimin e insulinës, edhe nuk kemi uri, se në momentin që ti ke uri, ti dush patjetër me hungër, se normal që bën dëm në atë rast në organizëm. Edhe kjo është më e mira. Çka mundet me qenë? Për shembull, në këtë periudhë pranverës, unë preferoj smoothie detox, komplet perime ose fruta gjelbërta, limon edhe ujë. Gjatë kësaj periudhe edhe ndihmon për me ul hormonin e urisë, edhe të njëjtën kohë t'jap freski edhe energji. I merr ato vlerat ushqyese, kefiri për shembull me fara chia mëngjes, ose ujë me limon, për shembull karanfili është shumë i rëndësishëm, me shtu, me bosën si në formë çajit, ose me shtu, më thënë na njonin prej pijave ose ujë që e konsumojmë. Albolena e përmendë rëndësinë e gjumit dhe çrregullimet që janë kohët e fundit. Po dua pak prap kthehem këto. Cilat janë ato ushqime që definitivisht duhet të eliminojmë para gjumit, se shpesh
kemi shprehi që para gjumit të konsumojmë diçka, edhe cilat janë ato ushqimet cilat preferohen na e bëjnë gjumin më të lehtë, më të mirë. Karbohidratet. Karbohidratet Që qena të shtume edhe sidomos thjeshtat në orët e vona, po edhe në 6 ora, edhe nëse përfundon 6 ora, 8 ora, ta zojmë që e tham vaktin e fundit, edhe atëherë nëse hanë sasi të lartë karbohidrate, prapë se prapë organizmit i duhet kohë për me tretë dhe kemi aktiv. Gjatë gjithë kohës insulina, normal që kemi uri, ndimuri. Çajrat kamomela preferohet para gjumit? Çajrat preferohen, disa lloje të çajrave preferohen, për shembull valeriana, kamomili, menta, është shumë i mirë edhe shumë efektiv edhe të personat që kanë probleme për shembull me depresion, me probleme psikologjike, probleme psiqike, probleme me gjumin, më thonë në përgjithësi neurologjike, është në bazë shkencëtarisht është vërtetu që çaji i karanfilit me kanell, sidomos të ata persona që kanë diabet ose smundje metabolike, edhe shumë pak ndoshta limon, zin 10 minuta 10 shkop karanfil, tregoj kështu saktë, me një 500 ml ujë kështu. Shton edhe një shkop kanell, edhe këtë çaj e pen një orë para gjumit, më thonë ndikon shumë mirë për arsye se e ul inflamacionin në zor. Momentin që ulet inflamacionin në zor, atëherë fillon mu prodhu melatonin. Edhe në këtë rast na arrim me pas gjumë më të mirë edhe organizmi me fillu me bo punën e vet gjatë natës. Një recetë shumë e mirë për gjithë ne. Është një zgjidhje ideale, po. Albolena, nëse mundesh më na tregu pak edhe për ushqimet të cilat na e rrisin sistemin imunitar. E tha që kjo periudhë është pak më e ndihshme, çka mundem me konsumu ne fëmijët që me rrit sistemin imunitar? Kryesisht e tham këtë puzzle-in që duhet patjetër me kompletu në çdo vakt ushqimor ose në çdo regjim ushqimor, po për me ngrit imunitetin, ushqimet që përmbajnë antioksidant. Antioksidant është vitamina C, ushqimet që përmbajnë vitamin C, për shembull vitaminat E, ushqimet që përmbajnë për shembull kryesisht vitamina edhe mineralet. Mineralet janë shumë të rëndësishme, edhe ato janë kryesisht sezonalet. Për shembull sallata gjelbër, spinaqi, krejt këto që janë sezonës, drezat, speci, ka vitamin C, po jo ashtu me përpunu shumë, mirë është mu konsumu i fresk, jo që pjekim na e fërgojme, du më thonë e trajtojmë shumë, mi fillojmë i humb vlerat kryesisht, sa ma shumë që është ndikimi i zjarit, i hupim vlerën e vitaminës C dhe vlerat që i përmban për shembull speci. Kryesisht janë sezonalet, natyra në çdo kohë, në çdo sezon na ofron zgjidhjet në vendin tonë. Në vendin tonë, edhe unë çdo herë gëzohem sa herë që të kalojnë krejt vendet e Kosovës, që secilin herë më shumë shoh sera, secilin herë më shumë shoh fusha edhe vende të punume, edhe na duhet më kthy kryesisht tek tradicionalja vendorja. Edhe këto rritjet e çmimeve duhet me reflektu. Se na e kemi vendin tonë, kryesisht janë industriale, dhe janë politika industriale, kështu që na nuk kemi të vetëdijshme që zgjidhjen e kemi në vendin tonë. Zgjidhjen e kemi në Kojshi. Më thonë shumë afër e ki, veç dush me gjetë. Më thonë duhet me reflektu, mi përkra vendoret, mi përkra bujqë tonë, dhe sinqerisht se cilën herë bëhet edhe ma profesionale prodhimi të na në Kosovë, në një plot profesor të universiteteve të ndryshme në Kosovë dhe një plot investitor që kanë ardhur dhe janë të investuar dhe janë të nxjerr prodhim shumë të mirë, po fatkeqësisht kryesisht pjesa më e madhe atyre del edhe shitet jashtë. Edhe nuk shitet tu për shkak që normal na vet individualisht nuk i përkrajmë ata. Më thonë, muj me të thonë, një pjesë e madhe për krejt atyre bujqve që punojnë, sa herë që takohem, më thonë, muj me thonë që gati 70% jashtë dalin, nështë tani 30% shitet këtu për shkak të çmimeve, se na çdo herë zgjedhim çmimin ose ato që e kemi më afër. Kështu që nëse i përkrajmë zgjidhjen e kemi te natyra. Zgjidhjen e kemi më afër se sa çdo herë tjetër, po thjesht vetëm duhet me e gjetë. Kryesisht këto ushqime që përmbajnë antioksidant, frutat, perimet, bën edhe frutat e thata për shkak të yndyrnave të shëndetshme, edhe ato ndikojnë. Kryesisht kjo, më thënë sa ma lehtë, sa ma thjesht, sa ma pak sasi, ma shumë vlera. Albolena, po dua pak të flasim edhe lidhur me rëndësinë e vitaminave dhe mineraleve në organizëm. A na shpjegon pak për këtë? Kanë shumë rëndësi. E tham që muj mi gjetë kryesisht tek frutat, perimet,
po të njëjtën kohë mirë është me marr nëse veç e dim që nëse veç e shohim që jemi të lodhur, ka plot që bëhen edhe me analizat ndryshme, me marr ato që duhet për organizmin ton edhe mi kompenzu në çdo kohë. Ka vitamina, minerale dhe antioksidantë që nuk më marr përmes ushqimit. Për shembull, vitamina D është shumë e rëndësishme, edhe jemi popull që nuk kemi det, po edhe nëse kishim pas det, prap kemi deficit të vitaminës D, duhet me përcjell krejt kohën përmes analizave dhe nuk bën në asnjë mënyrë me vitamina D me qenë e ulët. Për arsye se është faktor kryesor për me ul inflamacionin edhe për me ndikon te imuniteti dhe kryesisht te metabolizmi i hormoneve, që në momentin që kemi çrregullim hormonal, normal që kemi edhe probleme tjera fillojnë shëndetësore. Kështu që vitamina D është esenciale për organizëm edhe në çdo kohë duhet me përcjell edhe me përdor. Jo për shembull kemi ato mitet që bën me përdor verës ose s'bën me përdor verës. Jo, vitaminën D duhet me mbajt mbi vlerat normale patjetër. Nuk një kohë, nuk një mosh, as nuk një sezon. Do më thonë duhet patjetër me çaj nivelin e durshëm, se është esencial për imunitet, për gjësia dhe për funksionet e organeve. Pastaj, çdo herë, po edhe tash e tutje kohëve të fundit japë shumë rëndësi edhe në bazë plot studimeve, parandalon plot smundje shëndetësore edhe përdorimi i magnezit, që është një prej mineraleve esenciale. Magnezi është shumë i rëndësishme, kryesisht e gjejmë te karroret, për shembull mujmë të theksu që farat e kungullit përmbajnë sasi të lartë, pak më të lartë nashta edhe konkretisht se sa të tjerat magnez, është shumë i rëndësishëm për muskuj, për sistem nervor qendror, për personat që bëjnë aktivitet fizik të shtunë, për personat që kanë dinamik, në tension të jetës, është shumë e mirë për me parandalu shumë probleme shëndetësore psikologjike, ndihmon shumë edhe tek sistemi i tretës. Pastaj për shembull antioksidant që është vitamina E që ndikon kryesisht te hormonet edhe te lëkura, vitamina C mos të flasim, edhe personat që përdorin cigare. Duhet me rrit dozën e vitaminës C, për arsye se çdo cigare që konsumojnë bazë të një ulumtimi që unë e komas, humbin 0.30 mg vitamin C, që nuk kupton që pas çdo cigare duhet me konsumu një portokall për me kompenzu vlerat e vitaminës C. Këtë rast më me marrë dhe në formë të suplementimit, kuptohet me zgjedh formën e dur, edhe më thonë kohën e dur kur duhet me përdor. Kryesisht mineralet, kur janë multivitamina, preferohen mu marë para dite. Çka janë liposolubile, për shembull që është vitamina E dhe vitamina D, preferohen mu marë në vaktin e drekës, në vaktin kryesor, ose para, ose pas ushqimit, ose me ushqim. Kryesisht me ushqimet që përmbajnë yndyrna të mira, për me ndihmu sepse janë formë yndyrore dhe ju duhet yndyrë për mu drejt. Në këtë periudhë shumë e rëndësishme për shembull përdorimi edhe ushqime, po edhe vitamina që përmbajnë edhe beta-karoten, që konvertohen në organizëm vitaminën A, edhe beta-karoteni ndihmon shumë për lëkurë edhe me mbrojt prej diellit. Jo vetëm me spjefet na mbrojnë prej diellit, na mbrojnë edhe vitaminat. Për shembull vitamina C ndikon për me stimulu prodhimin e kolagjenit, edhe në këtë rast e mbron lëkurën shumë, i vitamina E, Zinko është esencial edhe për lëkurë, edhe për flokë, edhe është mineral esencial për organizmin. Pastaj është seleni, mungesë për shembull selenit, fillojnë problemet me tiroide, sidomos personat që kanë probleme me tiroiden, është shumë e rëndësishme me përdor selen. Selenin e kemi shumë thjesht me marrë dhe përmes ushqimit, për shkak të se arrat braziliane përmbajnë sasi të lartë të selenit, për shembull një rritun me peshë mesatare, 3 arra braziliane mjafton brenda ditës për me marrë dozat esenciale. Pastaj janë vitaminat B, kryesisht komplet i vitaminat B janë esenciale për metabolizëm, për sistemin nervor qendror, dhe janë shumë të nevojshme. Kryesisht ato i gjejmë te frutat, perimet, po mujmë marrë dhe në formë të suplementimit. Nëse është si kombinim, preferohet mu marrë para dite. Për shembull, vitamina B6 preferohet mu marrë në mbrëmje për shkak se ndikon sistemin nervor.
relaksim edhe në qëtësim të të sistemit nervuar, në këtë rast, më thonë, ndihmon që edhe me flajt më mirë, edhe me lon trupin me kry punën e vet. Çka kisha dashur me theksu prej komplet suplementeve dhe më jep shumë rëndësi është përdorimi i probiotikëve dhe prebiotikëve. Krejt këto ushqime, krejt këto suplemente, krejt të shëndetshme, pa shëndetshme, në fund përfundojnë te zora jon, te flora jon. Edhe shumë pak i japim rëndësi. Kështu që, më thonë, krejt domin, krejt konta bërllogit është zora jon. Edhe në këtë rast duhet me mendu këto. Duhet me mendu për shëndetin e saj, edhe duhet me mendu për me mbrojt. Në momentin që shkatruan probiotik edhe në zorën tonë, atër 70% në sistemit imunitar mvaret prej zorës tonë edhe mikroflorës tonë. Në këtë rast përdorimi i probiotikëve edhe kryesisht prebiotikëve është shumë rëndësi. Çka janë probiotikët edhe prebiotikët që me spjegu kështu bukfalisht dhe me kuptu? Probiotikët janë bakterje të mira që ndodhen në zorën tonë, janë disa. Prebiotikët janë ushqim që marrin edhe përmes ushqimit. Për shembull, ka kosi, kefiri ka prebiotik, ka banania, ka disa fruta dhe perimet që kanë prebiotik, kryesisht janë oligosaharide, kryesisht janë karbohidrate që ushqejnë probiotik. Ashtu bakteriet e mira që na i kemi në organizëm, momentin që i çojmë ushqim, ato ushqehen, rriten, shumohen, këtë rast sa më shumë që janë edhe sa më aktive që janë, na ndihmojnë që ai ushqim që shkon ajo tretje, mu tret më mirë dhe normal mu largu se nuk është mirëseardhën për organizmin që ndru në zorë, sepse shkakton probleme në funksion të zorës, në momenti që nuk e kemi zorën të funksionu që duhet, nuk e kemi as imunitetin, kemi lodhje, plagështi, mundem, fryrje barku. Ka pak rëndësi kësaj pjese, Albulena? Ka fillu mi jep rëndësi, për shembull probiotik ti përdorin mjekët dhe kanë protokoll gjatë përdorimit me antibiotik, të pas parasysh antibiotiku kur i shkatron bakteriet jo të mira, normal që i shkatron edhe bakteriet e mira, nuk muj me ditë saktë se sa i ka shkatru, kështu që në këtë rast zakonisht japin probiotik. Po, në kushte normale, na nuk e kemi në kulturë me përdor, në botën e jashtme dhe ulëmtimet shumëta, dhe më thonë, i japin shumë rëndësi përdorimit të probiotikëve, për shkak të rëndësisë që e kanë përgjithësinë sistemin imunitar. Më thonë, është shumë e rëndësishme përdor edhe në formë të suplementimit, nëse veç nuk muj me marë përmes ushqimit, po shumë me thirrë, pra kefiri përmban sasi shumë të lartë, edhe të probiotikëve, edhe prebiotikëve. Plus është shumë i sigurt edhe për personat që kanë probleme me intolerancë, po jo të ata që përmbajnë që kanë alergji në laktozë, për arsye se gjatë fermentimit për mu fermentu ato këpurdhat e kefirit zhvillohen edhe fermentojnë qumshtin, tu e konsumu sheqerin, laktozën që përmbahen qumshtit. Më thëmë, mbetet një sasi shumë e vogël, në 70-15% nëse veç fermentohet në formën e duhur. Dhe më thëmë, këtë rast, probiotik janë shumë të rëndësishëm. Esencial. E rëndësishme është që i gjejmë senin e parë që e kemi në shtëpi, është shumë shtikosi që mujmë me fermentu, edhe e kemi zgjidhjen e parë edhe më thjeshtë edhe më të lehtë, e kemi më së afërmi. Pastaj janë edhe turshit, kuptohet, po tash këtë periudhë besoj që edhe ka po lakra turshi, kastraveci përmbajnë sasi të lartë probiotikëve. Albulena, po dua pak të kthehem prapë te vitamina D dhe magnezi. Po më intereson, cilat janë ato simptomet që i kemi në mungesë të tyre? Vitamina D, lodhje, plagështi, imuniteti dobësume, viruset shpeshta, gripe, ftohje, pastaj kalojnë infeksiona, do të thënë zakonisht këto, me çrregullimin me uljen e nivelit të vitaminës D, fillon mundet më shkaktohet çrregullimi hormonale. Për shembull tek gjandra tiroide din me qenë më e ulët zakonisht po vitamina D, po kryesisht është lodhje, plagështi, marramendje, dhimbje të kockave, është shumë esenciale, sidomos edhe shumë e rëndësishme të personat që kanë probleme reumatizmale ose përgjithësi probleme me kockat, nyjet, niveli vitaminës D është esencial dhe shumë e rëndësishme, ndërsa mungesa e magnezit kryesisht është asi lodhje muskulare e muskujve,
më thonë ju energji, nuk ki fuqi, zakonisht kur hec ose kur sforcohesh më shumë, kur e sforcon organizmin, atë ki shtangimet muskujve, ngërçe, djersitje, më thonë këto janë kryesisht ato shqetësimet ose simptomat që i kanë si pasojë mungesës së magnezit ose vitaminës D. Jemi ka fund e emisionit Alpulena, po dua ta di shpeshherë kur marrim vitamina, kryesisht e kemi problemin kombinimin e tyre. Shembull, vitamina D, kam dëgjuar që nuk duhet përzihet me diçka tjetër. Ana tregon cilat janë ato vitamina të cilat nuk duhet të merren në të njëjtën kohë. Kryesisht janë edhe dome që është duhet mi përdor, që me lehtësu, për shembull, mos ti them zguxo me përdor zinc, zguxo me përdor këto, se këto fjalën zguxon unë nuk e përdori asnjëherë. Në momentin që i them që nuk guxon, ose je në dietë ose s'bën, atëherë automatikisht ti ki dështu në këtë rast, se momentin që të ndalohet një diçka ose të kufizohet, ti ki prirë me kriju mbrojtje. Maria, ashtu që dështojmë këtë rast. Kisha dosh vish me thjeshtësu edhe me pas sa më të lehtë. Çdo vitaminë ose mineral që përmbajnë kombinime që janë vitamina dhe minerali janë të sigurta mu përdor për shkak që shkencëtarisht e kanë vlerësuar një grup i shkencëtarëve që në çato doza, në çato sasia, që ato janë kombinume, ato lejohet mu përdor në atë kohë. Kur janë kombinime, kështu pak më shumë multivitamina kryesisht, preferohet mu marr mëngjes, për shembull orët e para të mëngjesit, jo krejt herët, s'është e thënë patjetër, po në orët e para paradite. Vitamina D duhet patjetër mu marr gjatë pikut të diellit, do të thonë ditës, gjatë ditës, për arsye se sa më shumë drejt, po sa më shumë që ka diell, dritë, bilës e ekspozimi në diell pas përdorimit të vitaminës D është të mirë se orën sepse përthithet hala më shumë. Magnezi janë disa format të magnezit, për shembull, varet, nëse merr si kombinim të magnezit komplet 5 llojet e magnezit mundesh me marrë edhe paradite edhe në mbrëmje, nuk bën problem. Po nëse merr për shembull është forma maleate dhe L-tronati, kryesisht për muskujt e zemrës edhe është për tru. Në këtë rast preferohet mu marrë në mbrëmje, po nëse merr këto forma tjera, për shembull oksid citraz bisglicinatin, mundesh me marrë edhe paradite për shkak që i vjen mi ushqim muskujt për aktivitetet ditore që i kemi. Po du mi do kështu që mos të them që këta guxon, këta s'guxon, se normal mëna ditës mundesh mi marrë krejt. Po du mi do në këtë formë që me pas më të lehtë. Ndërsa për shembull vitamina T, këtu e tham që kryesisht ka liposolubile, të ndryshme omegat, krejt preferohet mu marrë me vaktin kryesor. Ato nuk kanë ndaj kundërindikacion. Po supozoj vitamina D preferohet duket me K2 më marr. Po me K2 për shkak të përthithjet. Për shkak që përthithet më mirë, për shembull hekuri preferohet mu marr me vitaminë C, për shkak që i ndihmon për mu përthith më mirë. Do të thonë rëndësishme është në bazë që çush janë kombinime, se kryesisht sot edhe po zgjedhin kombinime për shkak që mos më u bë disa suplemente për mu përdor, kur janë kombinimet, do të thonë të bëu me paketimet, normal që nëse veç e ka atë gjetën e gjelbër që është bio dhe është organike, është edhe kontrolluar edhe certifikuar, nuk del një diçka një kombinim që nuk guxon mu përdor. Do të thonë është e thjesht kjo që mos të bëjnë atë tabu se kjo guxon, kjo s'guxon. Për shembull, vitamina C ndihmon me me sintetizu kolagjenin. Është shumë e rëndësishme për shembull me marr vitaminë C edhe gjatë periudhës që po merr kolagjen. Me dhe në njëjtën kohë, për shembull, përdorimi i probiotikëve nuk preferohet mu marr nëse veç po përdor antibiotik 2 orë. Probiotik për shembull preferohet mu marr në zorë bash, kryesisht ose 2 orë 3 pasi që ke konsumu ushqim. Do të thonë këto janë disa vogla që nashta ju ndihmojnë. Alpulena, për fond nëse ke diçka të shtash? Për fond edhe çdo herë unë them vetëm me kriju shprehi të mira, edhe më orientu, edhe më kthy ka natyra sepse na bën më të lumtur, edhe përgjithësim për organizmin tonë, për shëndetin tonë e kemi me pas çdo herë në ndërdijen tonë. Më thanë vetëm me kriju shprehi të mira. Mujme dhe shishëm, shëndetshëm edhe shpejt, pa problem. Alpulena, faleminderit për kohën dhe për një bisedë kaq informuese. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë, ishte shumë kënaqësi edhe preket një temë shumë të rëndësishme edhe në kohën e dur. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur shikues, ky është podcasti për sot. Javë të mbar.
Mucha Solar është pioner në Kosovë në sektorin e energjisë ripërtritshme, duke ofruar sisteme solare, fotovoltaike dhe termike me cilësi të lartë dhe shërbim të profesionalizuar që nga viti 2008. Me një ekip të specializuar dhe të certifikuar ndërkombëtarisht, ne garantojmë instalim dhe kujdes të përkushtuar për çdo projekt, për një planet më të pastër dhe më të qëndrueshëm. Zgjidhni Mucha Solar për çdo nevojë në fushën e energjisë solare. Mucha Solar, aktivisti i ambientit. Le të paguaj dielli për ju.